Eva Milona, shqiptare e Homeland Security. Eva Milona ka hyrë në histori si shqiptare e parë lindur në Shqipëri që emërohet në një nga nivelet më të larta të administratës amerikane. Ajo është saktuar asistent sekretare në Departamentin e Homeland Security, një nga institucionet kyçe të Qeverisë së Bashkuara. Milona është juriste formuar në Shqipëri ku studioi drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe më pas shërbeu si gjyqtare në gjykatën e rrethet gjyqësor të Tiranës, duke u bërë gjyqtarja më e re në historinë e kësaj gjykate. Pas emigrimit në Shtetet Bashkuara ka drejtuar programin e sistemimit të refugjatëve në Massachusetts qendror dhe ka luajtur një rol kyç në MIRA, Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition, fillimisht si drejtorisë e politikave të avokimit, më pasi zëvendës drejtore ekzekutive dhe pastaj drejtorisë ekzekutive nga viti 2008. Milona njihet gjithsesi si ekspert dhe lider në fushën e politikave të emigracionit dhe integrimit të refugjatëve. Emërimi i saj në DHS për pronarritje historike për komunitetin shqiptar dhe një dëshmi e kontributit të diasporës shqiptare në institucionet më të larta të Shteteve të Bashkuara.